Tom Gjura paraqet një zë tenori lirik, me një regjistër vokal normal, me timbrik interesante, por shpesh herë vokali i tingëllon i vendosur në mjekër. Lart zëri është i sforcuar duke e dëgjuar këngën, kishte qilshe zemrën. Hamid Zaganjori, duke dëgjuar këngën Lulet e Verës, konstatuam se këngëtari paraqet një zë tenori lirik, me prononcim buzore e shpeshherë të zbardhur. Përdor vazhdimisht glizandon që e bën dhe të papëlqyeshme gjatë interpretimit të tij. Megjithatë, në pjesën më të madhe të interpretimit të kësaj këngë, na tregon se ka zë të bukur e me vibracion të pëlqyeshëm. Kol Hila, në këngën që dëgjuam nga ky këngëtar, paraqitet një zë tenori i fuqishëm. Gjatë këngës, ai jep zërin fuqishëm e pa rezerva. Tek interpretimi i tij, ndjehet se këndon me patos emocional. Pikërisht këtu qëndron edhe e keqja e interpretimit të tij, sepse këngëtari, duke mos mbajtur rezerva vokale, e jep atë pa ndonjë ngjyrë e zbukurim të frazës muzikore. Zmadhon vokalin në fund të frazës pa ndonjë nevojë të posaçme, duke prishur kështu tingullin e rrjedhshëm që kishte organizuar aq bukur më përpara. Këtë zmadhim e bën zakonisht në tingullin A. Dy këngët që dëgjuam, Moj me reme me 2 nishana dhe me 2-3 pika në faqe, ka një interpretim bruto, të parafinuar e të pangjyrosur, ndërsa te kënga e dytë, zërin e trajton më mirë e më me shije. Zmadhimin e zërit në fund të frazës ose ka patur zakon, ose për atë periudhë ka qenë e planueshme.